me vizion të madh, të cilët erdhën nga koha e autokracisë dhe menduan që e ardhmja për kombët e tyre ishte demokracia. Në këtë seancë të rëndësishme, siç është kjo e sotmja, duhet ishte kryeministri i Shqipërisë, duhet ishte kryenegociatorja, duhet lexojë raporti. Pse nuk ndodh kjo gjë? Pse nuk lexohet raporti dhe pse nuk është kryeministri i vendit, sepse të jesh pjesë e një unioni sot, ku është unioni më demokratik në botë, është mirë që të diskutojmë. Dhe ata që ndërtuan dhe themeluan këtë union, besuan që e ardhmja e tyre dhe kur i dorëzuan planin nga Jean Monnet Robert Schumanit, i cili kishte kaluar në luftën e dytë botërore, kishte përjetuar luftën, autokracinë, diktaturat, filloi të besonte dhe hodhi një tezë. Kombet tona do të jenë sigurta vetëm nëse ka demokraci. Në Shqipëri nuk ka demokraci. Në Shqipëri ka autokraci. Nuk shkohet në Europë as me recitime, as me lavdrime, as me servilizëm, po shkohet me kritikë. Kryeministri i Shqipërisë do të jetë në parlament, do të jetë kryenegociatorja dhe duhet lexohet raportit për problemet që ka Shqipëria. Nëse ne flasim